Allahu subhanahu jalla jalalu thot në Kur'anin Kerim, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ayyuba idh nada rabbah rabbi qad massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Allahu subhanahu jalla jalalu në këtë ajet kuranor na tregon për profetin pejgamberin Ayub alayhi salam që i drejtohet Allahut subhanahu jalla jalalu me dua. Wa Ayuba idh nada rabbah, kur Ayubi alayhi salam e thiri, bëri lutje Allahut subhanahu jalla jalalu. Allah azza wa jall e pati sprovu Ayubin alayhi salam me sprova nga më të ndryshmet. Sprov në shnetin e vetë, sprov në pasurinë e vetë, sprov në fëmijët e vetë. Dhe me thënë, fëmijët i vdiqen, pasuria i shkoj, shëndeti i shkoj. Që thuhet që ka vujt prej smundjes me vite të tëra. Nuk flasim 1 muj, 2 muj, 3 muj, 1 vjet, 2 vjet, po thonë dietarët shumë vjet, ke për atyne që thonë 16 vjet, ke për atyne që thonë 18 vjet. Ajo që tregohet që me vite. Ajo që i ka bojë zmet, që ka ndihmu, që ka ushqy, që ka la, që ka drejtu, ka qenë bashkëshortja vet. Ka qenë bashkëshortja vet, ashtu siç përmendet pranë Kur'anin Kerim. Ka pas një smundje shumë të rëndë. Po, denat shkallë që thot dikush që ai smundjen e rëndë ka pas sa krymat i kanë hyrë në trup, kjo nuk e vërtet. Ka pas smundjen e rëndë, ka pas smundjen e lëkurës. A më thush që ka pas që kanë hyrë krymat në trup, kjo është gabim të thuhet, sepse nuk ka bazë. Në histori nuk ka bazë. Trupat e pejgamberëve kur vdesin, toka nuk i tret. E si për zgjallëmi t'i hanë krymbat, kjo është gabim. Kështu që ndoshta kemi një gjuhë, ndoshta përpara kam pas tregu këtë çështje, mirë, po e dim që ajo çka tregohet që Ayubi alayhis salam ka pas smundjen e rëndë. Transmetohet që kanë qenë 2 burra, 2 njerëz që kur e kanë marrë vesh dhe e kanë pa Ayubin alayhis salam ashtu sprovum të smur, i kanë thënë njëri tjetrit, kanë folë, kanë bizetu me njëri tjetrin, dhe i kanë thënë që ky pale çka gjunahi ka bë, pa është në këtë gjendje. Ayubi alayhis salam i ndigjon Ayubi alayhis salam, i lutet Allahut subhanahu jalla jalalu. Si këto 2 njerëz, ka shumë njerëz midis nesh, që para gjykojnë, japin ligje, japin mendime, edhe fillojnë njerëzit ca i çojnë në xhenet, ca i çojnë në xhehenem, që nuk lejohet. Sa njerëz ke prej nesh për shembull që thot fulani ose fulania pale çka ka bë, prandaj si del shpirti, mos hyj aty ku nuk takon. Mos hyj në çështjet e fsheta. Sa njerëz ke prej nesh për shembull që thonë edhe mendojnë nëse ke ndigju dikën, dhe ka ndodhur edhe ndodhen që ka vdek në WC. Dikush ka vdek në WC, edhe ati thua nuk është shenjë mirë kjo. Kush ka thënë ty që kush vdes në WC shkon në xhehenem? Nga dole me këto fetfa që kush vdes në WC shkon në xhehenem. Kjo është gabim. Ebu Xeheli e Ebu Lehebi kanë vdek midis Mekës, po kanë shku në xhehenem. Në Mekë, afër Qabës e kanë pas në shpinë. Ka shku në xhenet, në xhehenem kanë shku. Prandaj nuk duhet me paragjyku. Ayubi alayhis salam kur i ndigjon që më të hyjnë gjëna dhe ma tepër njerëzit, njëtën kohë i lutet Allahut subhanahu jalla jalalu që Zoti ta shërojë.
ama shifni duan si e ka bë Ajubi a.s. Wa Ajuba idh nada rabba, kur Ajubi a.s. e thiri ju lutë Allahut subhane gjelle gjelalu. Rabbi qad messeni e dur, Rabbi qad messeni e dur, o Zot mu më ka ra e keqa. Shifni mënyrën si e ka bë duan, mënyrën se si u ka drejtu Allahut subhane gjelle gjelalu. Duhet dim edhe fjalët kur lutemi, duhet dim fjalët i zgjedhim. Duhet dim se ti drejtohemi Allahut subhane gjelle gjelalu, me kulturë, me mirësjellje, me përulje. Ajubi a.s. nuk i tha ja Rabbi ti ma ke hedh keqen dhe ti ma hiq, jo, se nuk është kulturë kjo. Nuk është edeb me Allahun subhane gjelle gjelalu. Po ka thanë, qad messeni e dur, mu më ka ra e keqen. Wa ante, si mbyllet, wa ante erhamur rahimin, dhe ti o Zot je më i mëshirshmi. Ju ka drejtu Allahu subhana gjelle gjelalu me lutje, me kërkesë që Allah azza wa jall ta shëroj, që Allah azza wa jall t'ja heqë atë smundje, edhe në fund duas, këtu do të ndalem, që ka thënë erhamur rahimin, o Zot ti je më i mëshirshmi, i mëshirshëm. Ti je i mëshirshëm ja Rabbel Alamin. Pra, zakonisht kur ti kërkojmë Allahut subhana gjelle gjelalu diçka që ti ke ato problemet e tuja, e fusim duan ton erhamur rahimin, o Zot je i mëshirshëm. Se kur zbret mëshira e Zotit mbi robin e Zotit, mbi njerin, të vinë krejt mirat. Allah azza wa jall ju përgjigj Ajubit alayhis salam. Allah azza wa jall e hoqi smundjen e Ajubit alayhis salam. Ama Ajubi alayhis salam si ka thënë, wa anta arhamur rahimin, o Zot je më i mëshirshëm dhe Zoti është më i mëshirshëm. Nuk ka më të mëshirshëm se Allahu subhanahu jalla jalalu. Për duave që na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, për duave të shpeshta që na ka mësuar profeti alayhi salatu wasalam, një prej duave kush është? Ja hayy ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'na kulla wa la takilni nafsi ila tarfat al-ayn. Çka do të thotë? Unë besoj se shumica prej jush e përdorin duat e veta. Ja hayy ya qayyum, o i gjallë i plot fuqishëm. I drejtohesh Allahut. Hayy është për emrave të Allahut subhana gjelle gjelalu. El Qayyum, i plot fuqishëm, është për emrave të Allahut subhana gjelle gjelalu. Tash ti për kërkon Allahut, i lutesh Allahut, duke u drejtu Allahut me emrat më të bukur, El Hayy, i gjallë, i plot fuqishëm. Bi rahmetike astaghith, me rahmetin tënd, me mëshirën tënde astaghith, në gjuhën arabe kur kërkojnë ndihmë. Kërkojnë ndihmë me mëshirën tënde ja Rabbel Alamin. Të mi drejtosh krejt punët e mia, çështjet e mia, ato gjëra që më rëndojnë, ato probleme që kam në vetveten time, ato probleme që kam në familjen time, ato probleme që kam në punë kudo. Pra, Ajubi alayhis salam ju drejtu Allahu subhana gjelle gjelalu me erhamur rahimin, o i mëshirshëm. Profeti alayhis salam na drejtohet, na udhëzon, na drejton që të bëjmë dua duke kërkuar rahmetin e Allahut. Tani, a duam ne që Zoti më të na mëshiroj? Unë jam e sigurt që secila prej nesh